Antarësimit është një proces që ka sjell rëndim të kushteve për atë që ka ardhur më pas. Ata që kanë hyrë në fillim në Bashkimin Evropian nga ish perandoria komuniste e lindjes, e kanë pasur shumë më të lehtë procesin dhe janë bërë antarë me shumë më pak kushte. Kanë qenë, po ta themi ndryshe, shumë më të pa përgatitur se ç'jemi ne sot. Pastaj kanë ardhur ata më pas që kanë pasur më shumë kushte se ata më përpara. Pastaj kanë ardhur ata të tjerët më pas që kanë pasur ku më shumë kushte se ata përpara. Pastaj në fund ka ardhur Kroacia që ka pasur më shumë kushte se të gjithë të tjerët dhe tani jemi ne, vendet e Ballkanit Perëndimor, që kemi kushte që as Kroacia nuk do t'i merrte dot me mend. Pika tjetër që unë dua të prek pas kësaj është që në ndërkohë ka diçka që e kam theksuar në fjalën time në Asamblenë Kombëtare kur nisëm këtë mandat, që duhet të jetë shumë më tepër në vëmendjen e grupit parlamentar dhe të qeverisë, dhe këtu kam parasysh drejtuesit e grupit dhe dy ministret që drejtojnë negociatën. Kjo është pjesa që lidhet me fazën përpara përmbylljes së negociatës mbi cilin do tekst. Duhet shumë më tepër punë për t'u shpjeguar me grupin dhe për të dëgjuar nga grupi. Pra duhet shumë më tepër informacion i ndërsjell në mënyrë që të gjithë deputetët, të cilët për shkak të përkatësisë në komisione apo për shkak të ekspertizës tyre, mund të kontribuojnë në një proces draftimi, të jenë të informuar dhe të jenë të mirëpritur të kontribuojnë. Kështu që këtë format të sotëm, që është një format i domosdoshëm për mëtutje, natyrisht jo me të gjithë ngarkesën e sotme, por me pika specifike dhe me një pikë gjithmonë të përbashkët për procesin e negociatave, për draftet që janë në proces, për draftet që vinë më pas, do ta zhvillojmë çdo muaj. Nga ana tjetër, për të mos u zgjatur më tutje, dua të prek një tjetër aspekt për cilin kam folur edhe në fjalën përpara asamblesë. Aspektin e ndryshimeve brenda për brenda pushtetit, organizimit, po themi, pushtetit legjislativ, që e filluam me komisionet, sot patjetër që qoftë nga kryetarët e komisioneve, qoftë nga antarët e interesuar për të diskutuar, do t'i dëgjojmë se çfarë opinioni keni lidhur me këtë formulë të re që kemi me numrin e komisioneve, ndarjen e tjerë. Dhe duhet ta vazhdojmë me administratën e kuvendit, e cila kemi kohë që themi duhet të modernizohet dhe duhet të mbështetet nga një transformim i rëndësishëm teknologjik, punë për të cilën me siguri do të flasë kryetari.
Dhe nga ana tjetër, duhet sigurisht që të vendosim edhe piketat me një kalendar të qartë për godinën e re të Parlamentit të Shqipërisë. Të gjitha këto bashk shkojnë në të njëjtin drejtim. Natyrisht që asnjëra nga këto nuk pengon një pjesë të madhe të punës që bëjmë, po të gjitha këto bashk ndihmojnë për t'i dhënë më shumë hapësirë dhe më shumë energji pozitive punës së deputetëve, të cilët duhet në ndërkohë të mos e ndërpresin përkundrazi, ta artikulojnë ende më mirë punën që filloi shumë mirë pas zgjedhjeve në territor. Ribraktisja e territorit si zakonisht në të shkuarën nuk duhet dhe nuk do të mund të jetë një opsion për këtë grup parlamentar. Natyrisht që për sa i përket kësaj do të flasim më konkretisht në asamblen e ardhshme kombëtare së shpejti, por dua ta theksoj këtë pasi besoj që 83 mandatet e kërkojnë këtë me një ngulm të panjohur më parë. 83 mandatet imponojnë shumë gjëra për këtë forcë politike, duke filluar nga detyrimi që fundin e 2007-s ne të dalim përpara atyre që na i dhanë 83 mandatet dhe të tjerëve që nuk na votuan dhe t'ju themi që ne e bëm atë për cilën ju kërkuam votën. I mbyllëm negociatët me Bashkimin Evropian. I mbaruam detyrat tona.